Profesor, një barazim në Shkodër, 0-0, besoj se i kënaqur për ju. Sigurisht, ne erdhëm në Shkodër që mos u mbisnim, e dinim që Vllaznia është nga ato ekipet që lufton në katërshe për kampionat, për titullin kampion, po e dinim edhe që kishte ato mungesat që e vuajnë çdo trajner kur ka mungesa, dhe erdhëm edhe psikologjinë që ne nuk duhet të dalim pa pikë në fushën e Vllaznisë. Për këtë i përgëzoj çunat, gjithçka që kishim bërë dhe ishim përgatitur për këtë ndeshje, e nxorëm në fushën e lojës, kishim ato mundësitë tona për të shënuar, që na mungon qetësia, se në qoftë se do ishim më të qetë dhe të kishim më besim tek vetja tonë, ne duhet të kishim shënuar tek ato 4 raste që krijuam, të paktën të shënojmë një gol. E vuajmë këtë, po gjithsesi e mirë është që edhe kur shënojmë, po edhe kur nuk fitojmë, rëndësi ka mos u mbasësh që të dalësh në fushën e lojës, nga fusha e lojës të dalësh pa pikë. Dhe kjo është ajo që mua më kënaq sot, pika që morëm tek fusha e Vllaznisë. Fakti që nga një vorë pritëse në kalendar, luajtet me transfer, në Loro Buriqi, kërkoi paksa problema apo emocion për ju? Jo, ne i kemi luajtur, besoj të gjitha ndeshjet që nga ndeshja e parë deri ndeshja e sotme janë të gjitha në transfer. Ne kemi krijuar atë psikologjinë që luajmë jashtë fushës, edhe kjo na ndihmon më shumë. Nuk besoj se është ai fakt që ne luajmë jashtë fushës edhe duhet të gjitha ndeshjet mos paraqiteshin mirë. E kemi kaluar atë fazë të psikologjisë tonë që ishte negative si fillim, po me ndeshjet e para që bërë mirë në fushën e Laçit, erdhi dhe vazhdimësia e mirë, i kemi bërë ndeshje të mira besoj në të gjitha ekipet, thjesht ne bëjmë punën tonë për të arritur ato objektiv që ne kemi. Profesor, fitojnë Flamurtari dhe Partizani. Nga fort duhet dhe në fundit. Jeni presionin e vendeve të fundit apo duheni sikur të pakën mes tabeles? Nuk është presion, është shumë shpejt të flas për presionin. Unë shikoj asnjëherë as ata që janë lart, as ata që janë poshtë, se pastaj futem i pari vet në presion. Puna është që çdo ndeshje që ti jep, kur nuk u mbet, duhet mos dalësh pa pikë. Edhe kjo më kënaq në ato ndeshje që kemi bërë, jam shumë i kënaqur nga çunat. Sigurisht që do ketë edhe ndeshje që ne nuk luajmë mirë, por është vit i parë, është ajo eksperjenca që çunat avash avash e kuptojnë që Superliga po është e vështirë, po nuk është se neve na mungon diçka që të paraqitemi mirë. Profesor, jeni ndeshur 2 herë me Vllazni. A kishte dallim ajo Vllazni e fazës së parë me këtë Vllazni të fazës së dytë? Sigurisht, e para ishte formacioni dhe e dyta ishte ajo freskia dhe psikologjia që kishin në ndeshjen që luajtëm në ndeshjen e parë që ne fitoi Vllaznia që ne humbëm ato 3 pikë. Sigurisht kishte më harmoni, kishte më shumë qarkullim, kishte veprim automatike që sot nuk i pash nga Vllaznia, thjesht shkuan ato topat e gjatë, thjesht disa kombinime kishin pjesën e parë, po kishte ndryshim ajo Vllaznia e fazës së parë me këtë, po gjitha ekipet e kanë atë kohën që nuk paraqiten disa herë mirë, por kjo nuk do të thotë se Vllaznia nuk është pretendent në kampion. Një pikë në Loro Buriqi, barazimi i drejtë për ju si rezultat? Po besoj barazimi i drejtë, pasi edhe Vllaznia kishte disa raste, jo kaq të pastra sa i kishim ne për shënim, dhe kur nuk humbet në një fushë siç është Loro Buriqi dhe me objektivat që ka Vllaznia, se dim që është një fushë e vështirë, për ne është shumë mirë edhe pika. Pas janarit vora rikthehet në stadiumin e ri, në fushën e vetë. Do të ketë ndryshime sipas jush? Besoj aty shpresoj mos ketë atë, thjesht do ndryshoj ana psikologjike e futbollistëve, pasi luajmë në shtëpinë tonë, luajmë me tifozat tanë, është gjëja vetme që neve na ka munguar, pasi jemi shtektar.